Një problem i dytë, se ne bashkë rrim gjatë pastaj për sa i përket problemeve, dhe po prapë edhe këtë e lidh me pensionistët, po e lidh me çdo qytetar të Tiranës. A ju ka qelluar, ose sa herë në ditë ju bie juve për hise, që të dëgjoni nga këto zhurmat e tmerrshme, që të kalon një motor picash, një motor ku dëgjon nga këto që bëjnë delivery në për shtëpia, domethënë që ai kalon atë zhurmë, domethënë ajo ti tundesh sikur bie tërmet, domethënë kalon ajo zhurma, dhe ai nuk pyet, është ora 12 e natës, është ora 2 e natës, është ora 5 e mëngjesit, nuk pyet fare, zero, domethënë ai nuk do t'ia di këta persona, që në këto pallate ka njerëz që flen, ka bebe që flen, ka nëna të sëmura, ka pleqë të sëmurë, por si nuk do t'ja di. Makina që lëshojnë bomba në mbrapa, granata. Jo, dikush është shqetësues se këtu kemi. E para, këta persona që janë të papërgjegjshëm. Gjithë me tyre janë indian, indijek. E ke parasysh si ecin ti? Po janë Shqipëri tash të lutem. Mos e ke edhe shqiptar një pjesë të mirë. Por rregullat i bën shteti, nuk i bën indiani që vjen funcionet. Motorët madh kjo gjë, domethënë, ai i kalon policia aty te hundët ai. S'reagon policia, por i mor pastaj me monopatinat. Monopatinat pak të zbën dëzhurm, gjysma e të keqes. Edhe një herë të akuzën te kamera? E kam shumë të rëndësishme këtë. Pra, policia shikon që ai kalon me zhurmë të madhe. A bëhet një certifikim për këta? A kontrollojnë këto biznese që lëshojnë këto patenta dhe këto licenca dhe këto lloj kontrolli? Ora, a e kuptoni zhurmën dhe në këtë nivel stresi që kemi në shoqëri? Shtohet edhe kjo zhurma dhe pastaj themi pse popullin e kemi agresiv? Se populli sulmon njëri tjetrin. Po ja ku i ke pra gjitha zhurmat. Dhe kjo patjetër që rëndon cilësinë e jetës së cilit prej nesh. Pra ato zhurmat e frikshme që të vinë nga ato motorrat, që kur i shef janë motorra kështu 5 lekësha, po që ka një shumë ata që janë 50 lekësh. Ato makinat e luksit. Jo, pse ana tjetër është makinat e luksit, që janë të dalim andene të dëgjojmë çik monologun e Erion Kristos. Aman na hiqni zhurmat. Po, edhe ne ju lutem.